Ky është mision, edhe me i lartë, edhe me rëndësishëm, sa ju që përmbushëm në 90-tët, ky është mision që do të përsaktoj fatin e Shqipërisë, fatin e demokracisë në Shqipëri, fatin e familjes shqiptare. Ndaj dhe do të përulem para se e cilit për jush, para të gjitha atyre që erdhen, dhe të betohemi ta vazhdojmë këtë betej. Ta vazhdojmë këtë betej gjerë në fitore. Ne jemi të pamposhtur, ne nuk mundemi kurrë. Kemi nisur këtë rrugë si njerëz të pamposhtur. Kemi para një kalpsirë, kemi para një kufon politike, kemi para një linje kufon politike, të cilat ne do t'i groposim. Do t'i arkivoj aty ku kanë vendin regjime si këto. Pranaj, aksionin do t'ja informojmë për çdo hap, po ju garantoj se ky aksion nuk ndalet më kur gjerë largimin e Edi Ramës. Ajo është armiku im, është armiku i shqiptarëve, armiku i gjenerasionit, e u thash aty, 3 do t'jemi: drejtimet e protestor, kryeministria ndërtesa e krimit, ku kryehajdut pa imagjinueshëm histori, mbroj njëri tjetrin, firmosin me duart e tyre të zeza, shkresa për të vjedhur qytetarë shqiptar, mesazhe për të vjedhur qytetarë shqiptar, parlamenti që asgjëson pluralizmin, Surreli, pallati tjetër i krimit, sepse rrënjtë e Akshit janë në Surrel. Bazhanaku, Kunati, Bazhanaku i Edi Ramës dhe Kunati i Linda Ramës janë epicendra e të gjitha atyre zhvillimeve në Aksh, një sipërmarrje, një agjenci shtetërore që duhet të ishte modeli të gjitha modeleve në funksionimin e saj dhe që dëshmon se ishte kush i mori pengjet, kush urdhoi. Edi Rama urdhoi Ergjus Agasin. Asnjëri se urdhonte atë, ju them unë ju. Ai ishte më i fuqishëm se çdo ministër. Nuk i kanë publikuar ata, ju keni parë dosjen e tij. Nuk i kanë heqë fotografi. Ja kanë heqë fotografi se aty shkon çdo ministër. Po, dhe ka dhënë vetëm fotografinë e asaj Berlinës. Që është viktim. Ajo është viktim. Ju them, janë gjitha të fotografi aty pra. Pra, këto 3 do jenë. Ne do e shpëtojmë Shqipërinë. Ne do ta shpëtojmë demokracinë shqiptare. Tani e ndërruar në protest ftova dhe ftoj të gjitha ata shqiptarë që e djejnë se Edi Rama s'do të qëndrojë në pushtet 1 minutë e më parë. Aty në protest, si që beti, ishte ca mesazhe, po s'po hyme i komentu tani, të cilat tregonin se si vjedheshin para dhe shtroheshin në propagandë kundër jush, kundër opozitës, kundër popullit opozitar. Pra, këto. Ndaj dhe ky ishte një hap i parë drejt fitores, jashtëzakonisht i rëndësishëm. Ne do vazhdojmë betejën tonë, me turim, me vendosmëri, me guxim të pathyeshëm. Ju përqafoj dhe ju